Ja, mendoj që përvoja pak, mënyra që qasësh me banor, për shkak se është problematik mi pas 20 banor, 25, se cili ka dëshira të ndryshme, se cili ka ato tiket e veta, karakterin e vetë, edhe mendoj që duhet një lloj psikologjie pak më e madhe që ta jap Big Brother. Po mendoj që çdo profesion nëse flasim për Big Brother është diçka që duhesh me menu 100 herë për me marrë me realizu, edhe mendoj që është shumë e vështirë. So që ti mendon që wow, edhe bëj edhe unë, edhe njerëzit në për kafe thonë a isha hijon e kisha bo këto, po momentin që hen vetë 2 ditë iki edhe mas ne është shumë problematike. Kështu që është një bravo për gjithë ata që e marrin kurajen për me qenë pjesë e Bigos, se për ne është shumë vështirë. Meti thekson që për krajen më të madhe patin nga familja, por cili ka qenë komenti i fundit pak para hyrjes në shtëpinë më të famshme në vend. Dhe i pari pasi doli nga ajo derë. Po ata kanë ditë qysh po fut në hona, cila ka qenë strategjia jam. Edhe unë si kur e kum po që për flitet që janë 20 banor, e kom mendu që nëse hija aty dhe me nejt, po edhe të full qet, e kom imagjinu që unë e kom dasht thjesht me rrit pak nivelin që me qenë pak ma lartë se banorët. Kështu që pak intonacioni ka qenë pak ma e lartë, po së është pak a shumë të edhin, a jem të nervoz dhe se jo, po që ashtu ka dalë. Çdo konkurrent që bëhet pjesë e këtij formati sigurisht që e mendon finalen e madje edhe çmimin e madh. Alshiqi është i bindur që nëse loja do të vazhdonte, ai do ishte fitues. Mundesh me pyetje edhe banorë tjerë, më kam po si konkurrent fort edhe e kom po vetën finales. Unë e kom luftu veç për me marrë çmimin, kurrë më shumë. Aja ka qenë. Por finale, po them drejtën, nuk e kom pas as pikë dyshim. Momentin që jam futur, e kom hap derën, e kom po banorë, edhe e kom po biç kështu si plec, e kom po vetën finale, 100%. Por sipas Metit, ai meritoi Lombardi fitoren. Për mendimin tim, lojën ashta më të mirë. Për 3 muaj e kisha realizu vetë edhe për çfarë kom po veten fitues. Po tash gjithmonë në çdo reality show ka kësi lloj diskutime, njerëz të pakënaqur. Nuk mundam të dha ai fal definicione, po më të mirën ajo publiku, kështu që publiku mendoj që e den të vërtetën çish ka shku deri sot. Ati nuk i munguan as disa kunja që i hodhi pak si fshehuraze. Nëse hina me një lojt, dhe me di që do të me lujt, jo me najt atë nërqepet që ka najt do që 3 muaj. Unë e shëndryshe Bigon. Ish banori Big Brother VIP Kosova pohën faktin që po e bën të pamundurën të kthehet në Kosovë për të jetuar e vepruar. Por a ka ndonjë projekt të ëndrave Meti që kohëve të fundit po e lë pa gjumë? Nëse kive si ëndër, mendoj që duhesh me punu për atë ëndër. Kështu që kam qef me jetu pak edhe kështu për toke, jo shumë e imagjinua se ëndrat moja. Çdo ëndrat që munat kam qef për shembull një brand tamen me bo, po s'është kom fillu me në dritem, sa i përket televizionit, normal, kom punu gjithmonë me showbiz, po kam qef me një spektakël diçka që afron këtojna pak ma ndryshe, po s'muna amiga të rrethet, po menaj që diçka kanë me po publike shumë shpejt. Mjaftueshëm folëm, tani është koha që kolegu ynë të sfidohet me blic pyetjet në zonë. Po thash ato plusin të jashtë nga 200 njerë. Se do nga me kom pishman, diçka që e bëj. Asë një herë, se që kom thanë. Unë e kom një se lejtarë, njerës të din, njerës të afët edhe njerës që punoj me ta e din çfarë personi jam, kështu që për mu është të rëndësishme me konë mirë me familjen tone, me fëmijët e tu, me grunë tone, me nanën, me vllaznit na rrethen, me këjshit, çka dhe, kështu që gjithë shka. Kjo për mu është të rëndësishme. Tani sa i mirë me njerës, ma në varet edhe prej statës, në çfarë kondi ose çfarë punë e bojna, po menoj që ajo rëndësishme është me konë mirë për njerës të tu ofër. Po ka qenë që ka me plerën, për shembull, kër nuk do në familja jote, s'do nga t'kishia, edhe ka qenë shumë spontanisht, nga konë që të hongër dorë mas projme, edhe shumë ka dhe interesant kërë ndolë
Sa do që dola nga Bigo, i posh, edhe në shoqënia dhe po më thonë qëto dhe që kështë vëllash që apë në mëna, edhe që një të thonë, nuk desha, sepse mrana nuk deshëm kur dola mas në e posh, wow, edhe në pek. Edhe aja me e do në normal, edhe atë natë javën e parë, mas kërojme që kom debatu me vetën 45 minuta. Mrana kur jam konë, i kom thonë edhe mrana 60-70%, edhe më zdi pse një ardhë. Se si kom po si letar për folio si karakter social, brina, se si tjetë. E kur po dalin njash, po bëhen ma shumë letar se mrana. Edhe në shumë pishët, jo ti ma këtë bo kështë ti kështë të si momentin që jam fut si letar. Se jam dal, po harruaja. Kështë që unë me se cilin e kam mirë, s'pytaj as për në mja hap telefonin. I kam disa banor që më ka shku ma bete dhe misë si mja dhe vazhdoj prapë me të. Me jo sinqerisht. Jo, sinqerisht jo. Kuj? Am të falë, bre. Sa duhet më të bu nervëz dikush për më përfundu në podcast? Qa të bë nervëz? Nuk ja, me thonë tash, nëse muna me thonë Instagramin, më nëshmi po, nashta pi që e kam Instagramin, së që e kam bodi kanë blaf.